Koha e sjell paran, jo e kundërta. Para nuk e sjell kohën. Mush me i dhon miliona, po s'u ne kthen kohën. S'u ne kthen kohën. Sa njerëz vdesin e kanë miliarda. Miliarda kanë në kontot e tyre. Sikur të kishin mundësi me e ble rinin, kishin me e ble, me u krye 30 ditë mrapa, para kishin dhonë. E pamundshme është. Koha nuk blihet, koha shfryzohet dhe përfiton nga ja apo humb. Nuk kemi shumë opcione në raport me kohën. I kemi 2 opcione. Opcione e shpëtimit të shfrytëzimit apo opcione e humbjes dhe dështimit. Cilën opcion e ke zgjedh ti në raport me kohën që e ke, në mundësinë që e ke? Sa e ruan kohën tënde? Sa pyetesh për këtë kohë që e kalova? Këtë gjysmore, këtë një orë, çka fitova? Çka mësova? Çfarë kontributi dhash? Çfarë produktiviteti manifestova? Ka në mësova? Kujt i bona dobi? A e kënaqa Zotin tem? A kryon një obligim? Mërëna kohës që e kam. Apo shkon koha kot në rrjete sociale, shkon koha kot në muhabete, diskutime, qajt e kështu me radhë, në tema pa dobishme, sterile, pa frishme, kështu me radhë, ndërsa 10 obligime mbi qafën tonë, të pa zbatuara, të pa kryera, e jeta po shka. Prandaj, të ndërruzër, shenja e parë që të regon se garuesi është i vetëdijsuar, është në drejtimin e duhur, është qasja e tij ka shikohës, si e shfrytëzon kohën ai, si e mbush kohën ai.